Mbetjet e nxirra nga liqeni vijojnë të mbeten problem serioz përgjatë bregut të liqenit të Ohrit në Pogradec. Plastika, inerte, mbetje të ndryshme urbane, madje edhe goma automjetesh janë të shpërndara në rërën liqenore duke ndëmtuar mjedisin dhe pamjet turistike të zonës. Situata bëhet edhe më shqetësuese në prag të festave të fundvitit ku qyteti po përjeton rritje të ndjeshme të vizitorëve, veçanërisht gjatë fundjavave. Pavarësisht ndërhyrjeve për nxjerrjen e mbetjeve nga liqeni, ato vijojnë të mbeten të papastruara në breg. Sipas banorëve, është për të ardhur keq që në këtë periudhë festive bregu i liqenit të jetë në këtë gjendje. Këtu shëtisin familjarë dhe turistë. Kjo pamje nuk është as pak e mirë, duhet më shumë kujdes dhe ndërhyrje menjëhershme. Banorët kërkojnë angazhim më të madh nga institucionet përgjegjëse, por dhe ndërgjegjësim të komunitetit për ruajtjen e pastërtisë së liqenit, i cili mbetet një nga pasuritë natyrore më të rëndësishme të zonës. Qytetarët vijojnë të shprehin se liqeni është pasuria jonë kryesore. Nëse nuk e mbrojmë, humbasin me dhe turizmin. Duhet të pastrohet sa më shpejt, sidomos tani që ka shumë vizitorë. Apeli shkon edhe për një bashkëpunim mes autoriteteve vendore dhe komunitetit në mënyrë që breg liqeni të pastrohet dhe të mirëmbahet në standardet mjedisore, veçanërisht në këtë periudhë festash ku Pogradeci është një nga destinacionet më të frekuentuara turistike.